Sfida më e madhe në luftën kundër dhunës në familje është tërheqja e deklaratave nga viktimat, deklaroi Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, duke shtuar se institucionet duhet të gjejnë një mënyrë për një koordinim më efikas brenda kornizës së rregulloreve egzistuese. Да најдеме решение како 24/7 системот да одговори не само од аспект на МВР, од аспект на Центар за социјални работи, од аспект на јавно обвинителство, од аспект на кривичен суд, од аспект на граѓански суд, од аспект на невладини организации, поддршка на жртвите која што треба да им биде дадена. Па ја можем слободно да кажем и од аспект на секој еден македонски граѓанин кој што ќе констатира фактичка состојба каде што имаме потенцијално семено насилство, да ја информира пред се македонската полиција, за да можеме да реагираме tako што треба да реагираме. Ndryshimet e fundit në kodin penal, të cilat u miratua në janar 2026, i mundsojnë prokurorit të marrë përsipër ndjekjen penale në cilësinë e tij zyrtare për të vepruar në një situatë ku viktima tërheq problemin penal për shkak të frikës ose varësisë, bëri të ditur ushtruesja e detyrës kryeprokurores Anita Topolova Isajlovska. Ajo theksoi se këto ndryshime nuk janë të mjaftueshme pa koordinim të mirëfillt në mes institucioneve. Од почетокот на 2024 година до денес се евидентирани 1715 постапки за телесна повреда сторена при семено насилство. Од овие постапки 798 биле запрени поради повлекување на предлогот за гонење од страна на жртвата. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Alen Dereban theksoi se ndryshimet e fundit në kodin penal që u bën këtë vit parashikojnë forcim shtesë të mbrojtjes penale juridike të viktimave në atë mënyrë që vepra penale lëndimit të lejë trupor nuk do të ndiqet më me propozim, por do të ndiqet sipas detyrës zyrtare. Паралелно државата воспостави механизам и систем за директна подршка на жртвите со законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Жртвите добиваат и конкретна financiska pomoć i podrška. Gjykata civile punon prej orës 7:30 deri në 15:30, tha kryetari i gjykatës themelore civile Besnik Abdia, duke theksuar se nëse është e nevojshme mund të organizojnë edhe 24 shtat të punohet. Dodека во 2026 година имаме 35 предлози, од каде 10 се завршени, само малку. Од кои 10 барања се поднесени од Центарот за социјални работи, а 15 барања се поднесени од физички лица. Kjo konferencë me temë sfidat në ofrimin e mbështetjes dhe mbrojtjes për viktimat e dhunës së ndaj grave dhe dhunës në familje vjen disa ditë pas tragjedisë në Karposh, ku një nën bashkë me vajzën e saj u udhën nga balkoni i ndërtesës ku jetonte dhe për të cilën u raportua se kishte qenë viktimë e dhunës nga bashkëshorti, i cili tani gjendet në paraburgim.